Ky bashkëpunim është dëshmi e qartë se krimi i organizuar shqiptar ka shtrirë aktivitetin e tij edhe në vendet nordike, përfshirë Finlandën. Por njëkohësisht ky hetimi i bashkët është tregues i qartë i besimit që autoritetet ligjzbatuese nordike i kanë dhënë strukturave tona të drejtësisë dhe zbatimit ligjit. Besimi ndërinstitucional, profesionalizmi dhe përkushtimi i përbashkët na kanë mundësuar të godasim disa grupe kriminale, të cilët janë përgjegjës për trafikimin dhe shitjen e sasive të konsiderueshme të drogave të lloje të ndryshme, ku përfshihen droga sintetike, kokainë, marijuana e tjerë. Hetimi është rezultati i një pune të gjatë, i mbështetur në shkëmbim të efektshëm informacioni, koordinim ndërkombëtar dhe përdorim të instrumenteve të bashkëpunimit juridik ndërkombëtar. Duhet të shpreh mirënjohjen dhe vlerësimin për prokurorët e posaçëm të SPAK, hetuesit e byrosë kombëtare të hetimit, policinë e shtetit, si dhe për partnerët tanë finlandezë që ndodhen sot këtu mes nesh dhe që kanë kontribuar në këtë hetim të përbashkët. Një falënderim i veçantë për zyrën e oficerit ndërlidhës për vendet nordike, për mbështetjen, ndërmjetësimin dhe lehtësimin e komunikimit mes SPAK dhe autoriteteve finlandeze. Nuk mund të ri pa falendëruar edhe rrjetin e ton, i cili është një projekt i financuar nga Komisioni i Bashkimit Evropian, i udhëhequr nga DIA, për ndihmën dhe mbështetjen financiare që ka dhënë në kuadër të këtij hetimi.